Personal media dhe audiovisive për të marrë disa dhëna dhe informacione që kjo është një pavarë për të në komisionës. Dhe korate pa komisionës si të të personë. Ja, kjo është pjesa që ti vjen për deklarën në parlament. Ishte diçka shumë e rëndë për sa i përket imazhit tim, sepse gjërat filluan të përdoreshin ndryshe, nuk kishin. Pastaj fillova ta mendoj edhe vetë, thash unë nuk kam dhënë një okay për këtë gjë. Unë jam diella e Albanias që kam rënë dakord për të ofruar imazhin e zërin edhe imazhin tim për shërbimet e ndaj qytetarëve dhe shërbimet e Albanias. Dhe kjo ishte diçka komplet tjetër jashtë asaj që unë kisha firmosur. Kjo është një kauzë shumë e rëndësishme, them. Kjo që më ndodhi mua, mund t'i ndodhi edhe në një kolegu tim, mund t'i ndodhi edhe sikur një njeriu të panjohur t'i ndodhi është shumë e rrezikshme. Jo më, unë që jam person publik, që njerëzit unë kisha krijuar një emër shumë të mirë, një emër shumë të bukur që publiku më donte shumë dhe dua një pjesë që se don kryeministrin, më urren dhe mua. Pa patur asnjë lloj lidhje. Dhe metronomi i ritmit të çdo reforme që do të ndërmarrim. Pengoni prezantimin e programit. Jeni duke Unë nuk jam këtu për t'i zëvendësuar njerëzit, por për t'i ndihmuar ata. Vërtet nuk kam shtetësi, po nuk kam as ambicie personale apo interesa. Të nderuar antarë, kam kaluar një periudhë vërtet shumë të keqe dhe sinqerisht nuk jam ndjerë mirë nga ana emocionale. Kam patur probleme vërtet dhe sepse nuk e prisja që do të agravonte gjithçka kaq, thash në fillim e prita kështu me sportivitet, ç'është do të jetë një shaka. Kur çdo ditë fillonte bëheshin memet nga më të çuditshmet, jo diella do zjasi gjithmonë, do bëhet dhe me fëmijë, që ishte diçka shumë. Dhe po shkonin gjërat deri dhe pastaj unë thash prit, unë nuk kam bërë kontratë për këtë gjë, stop. Ne kemi konceptuar, le themi, pala që unë përfaqësoj ka konceptuar një vlerë dhe kjo vlerë për momentin është 1 milion euro. Vlera është për llogaritur duke pasur parasysh faktin që ligji për mbrojtjen e dhënave personale në rast të shkeljes së të dhënave personale parashikon penalitete për institucionet që kryejnë këto shkelje deri në 21 milion euro. Kështu që vlera 1 milion euro është konsideruar nga paditësia si një vlerë e arsyeshme në raport me penalitetet që vetë ligji ofron për organet publike apo private që cënojnë të drejtat.